Sigurisht që aty ka shumë artistët, më thënë ka shumë, shqiptarë ka shumë artista, shumë talenta, edhe nëse nuk mund të gjenë vetën ose mbështetje nga kolegë të tjerë, nga televizione, nuk kanë mjetet për të arritur suksesin atë që e meritojnë, atë që e ka dhënë Zoti Dhuntin, edhe nëse e arrin të jetë në ndonjë reality show, mund të ketë sukses aty ku e meriton. Ja, këta artista viral, apo fitojnë më tepër koncerte, apo vetëm po qëndrojnë ashtu në për video të Instagramit me shumë klikime? Shiko, ata që janë finalist, edhe që dhe më thënë, është momenti për të arritur shpejt suksesin edhe duhet me qenë shumë aktiv. Nëse ata nuk janë aktiv 3-4 muaj, haron shumë shpejt, sepse nuk kanë një bagazh më hershëm që të vazhdojnë në karierën e tyre. Edhe nëse nuk e din me përfitu, nuk kanë menaxhmentin e mirë, nuk kanë një provoj shumë vjeçare, ata mund të harojnë shumë shpejt, të cilë edhe me qenë se edhe të tjerë që kanë qenë në reality show janë haruar shumë shpejt. A përfitojnë? Ti që s'ki qenë finalist, Pyetja është ata përfitojnë. Sigurisht që përfitojnë, sepse janë tani ka përfitime ata të cilën nëse jetojnë jashtë dhe kanë hapur TikTokun nga Gjermania ose Zvicra, sigurisht që përfitojnë edhe mjetet me postime. A përfitojnë në reklama? Unë i di disa shokët e mi të cilën jam kontakt tani me një postim, sepse t'jemi të qartë nëse jetë 90 ditë në një vend të mbyllur, sigurisht që ke vëmendje shumë të madhe. Edhe një postim i tyre është në biznis, do të thënë mund të reklamon një biznis. Deri në çfarë shumë shkojnë këto poste? Nga personazhe që kanë qenë Big Brother. Kam kërkuar kërkujt pare dhe kam bo për qef, do të thënë çdo kujt. Por unë i di disa shokët e mi, të cilat punojnë ajo ose ai, punojnë për këtë, sepse shfrytëzojnë rastin e famës që kanë përfitu dhe sigurisht që shkojnë deri 7.000, 8.000. Shokëtu të cilët kanë qenë në Big Brother. Banor, po. Iqbale, gjërat e cilat dikur u konsideroshin si turpshme, sot shikuesit ndoshta po mësojnë me këto reality show dhe po i normalizojnë, a mendon ashtu? Po, sepse në momentin kur një ideologji apo një reality show, qofta ajo që janë të njohtura Big Brother, Ferma e tjera, apo thjesht një emision në televizion, nëse ata predikojnë, nëse ata shfaqin, tregojnë vlera dhe dije, normal që interesimi është gjithmonë më i vogël në audiencë. Por kur reality show arrin ta krijojnë një famë dhe prej famës të krijojnë një idol, atëherë këtu popullata, masa e gjerë kapën më shumë për duartrokitje